Si fillim në rolin e zëvendës kryeministrit, konfirmoj zëvendësen time, Belinda Ballukun. Kryeministri Edi Rama deklaroi të hënën se do të ndërmarrë hapa ligjor për të ndaluar prokurorinë e posaçme dhe gjykatën e posaçme nga aplikimi i masës së pezullimit nga detyra ndaj ministrave dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë. Ky qëndrim erdhi pas vendimit të gjykatës kushtetuese, e cila la në fuqi pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke mos pranuar pretendimin e Ramës se ky vendim cenonte kompetencat e tij kushtetuese. Rama argumentoi se funksionet kushtetuese të padelegueshme nuk mund të pezullohen, pasi një masë e tillë paralizon institucionet dhe bie ndesh me pavarësinë e pushteteve ekzekutiv dhe legjislativ. Megjithatë, deklaratat e tij u interpretuan nga opozita dhe organizatat e shoqërisë civile si presion ndaj sistemit të drejtësisë dhe si një hap pas nga angazhimi për luftën kundër korrupsionit, duke rrezikuar procesin e integrimit evropian. Opozita e cilsoi këtë nismë si një ndërhyrje të dy pushteteve ndaj drejtësisë, ndërsa përfaqësues të shoqërisë civile paralajmëruan se ajo mund t'u japë zyrtarëve një imunitet të pajustifikuar dhe të pengojë hetimet e SPAK. Sipas tyre, anashkalimi i kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese përbën shkelje të standardeve demokratike dhe të shtetit të së drejtës. Ekspertët theksuan se ndryshimet ligjore apo kushtetuese nuk duhet të bëhen për interesa politike apo personale, por vetëm në funksion të interesit publik dhe forcimit të barazisë para ligjit.